studio, së konë në fakt, son do doja që të zbardhmin bashk, ti do më thënë, në rëmjet meje, të zbardhmin bashk disa nga çështjet më sensibël, pra më të ndjeshme të aktualitetit në Shqipëri, që kanë të bëjnë me afera dhe sigurisht me kronikën gri që quhet. Gri. Gri, jo të zezë. Të zezë nuk ka ndodhur, u bë pak kohë që nuk po ndodh. Nuk po ndodh. Vrasja e fundit sa ka që është bërë, vrasja e rëndësishme? Po, e fundit një shqiptar u regjistrua për para 10 ditësh, po ishte në teritorin grek, ishte brenda në burgun e Korydalosit. Duhet kemi të paktën një 20 ditë që nuk është regjistruar dhe zakonisht në janar... Lajmi mirë apo lajmi keq? Po, lajmi mirë. Se njerëz janë dhe ato do. Plaset fabula e parë në ekran, le t'jo. Durana Kurum Bankers 5D, dosjet e nxehta të 2026-s. A do konkludoj Spaku apo jo? This is the question. Kjo është çështja. Durana, ky emër erotik. Durana... Kemi 20 minuta kohë për ta trajtuar, për ta shtëruar këtë çështje. Besoj se dalin 20 minuta, sepse ti je nga ata që nuk bën hyrje dalet gjata, Sokol. Jo. Por më lejo ta nis... Nisë nga duash. Me një ide se si e konceptoj unë Duranën në këto momente, pas shumë. Nuk e di ka që një prallë e vjetër, ne kemi lexuar që në kohën e diktaturës, që quhej në shlafari, është një prallë gjermane. Shlafari do të thotë që ti... Shlafari është ndryshe... Shlafari është ndryshe... Si e themi ndryshe, më jo, e themi, lahtari. Pra në fund themi lahtari, themi shlafari. Shlafari është një cikël me pralla që quhej vajza orkide, ku shlafaria ishte që njerëzit ecnin në rrugë, mund gjiteshin pemë në hamin në drek, nuk ishin nevojë të punonin, po të ecnin në rrugë, gjenin para. Po, ka ndryshuar konotacioni kësaj fjale. Po, tani... Tani është bërë shlafari është të mërshme. Kjo shlafaria më duket se është kthyer në po ta tregonim prallën në Shqip, thoshim në Xhavzotaj. Dakord. Në Xhavzotaj. Pra Durana është shlafari. Shlafari e di që e përdor, e ka fjalë preferuar ky Bushati këtë. Po, është e vjetër kjo. Do shlafari Bushati shpet, po. Unë e kam lexuar në shlafari është një, domethënë mrekullia gjermane, është një që ndodh edhe kështu, domethënë je në ëndër. Shlafari është fjalë gjermane apo plak? është prallë në shlafari. Jo, po si fjalë. Po, ata e kanë gjetur, është prallë. Po. Pra nuk ka fare lidhje me llahtari që themi ne. Jo, shlafari është një qytet imagjinar gjerman. Po çfarë? Unë kam kujtuar gjithmonë se është pak më shumë se llahtëria. Shlafari. Është një vend ku ti ka vetëm mrekullira. Qartë. Hipën pemë ke drekën aty, kalon rrugës ke para sa duash. Edhe ky është, nuk ke nevojë ti që të gjuash në gjuhë e ti, vjen vetë dreri, sa duash ti. Është e përmbysur, ekuacion e përmbysur. Prallë gjermane, më ata din vetë. Dhe tani pra shlafaria, kjo prallë ka që bukur. Tani mua më duket fiks Xhavzotaj. Xhavzotaj, për ata që nuk e din, është një fshat midis Tiranës dhe Durrësit, prandaj quhet Durana, Durrës, Tirana, Durana. Xhavzotaj, e cila është një lëndim në këto momente, ku normalisht ne dim që duhet ndërtojë një park që quhet Parku Teknologjik Durana. Një park virtual. Imagjinar. Se virtual është dhe të paktën... Imagjinar. Jepi, qa kemi të re nga kjo histori që Spaku thot e kemi nisur hetimet, thot Spaku. Ka nisur hetim. Dhe më lejo të them që e vetmja mënyrë për të ndalur të gjithë këtë vjedhje të madhe që bëhet në Shqipëri është Spak, me sa duket vetëm atje mund ta gjesh një... Nuk ka se nuk mund t'i gjendet. Atëre, MCN i është drejtuar... është një investigimi MCN-s apo jo? Po, i është drejtuar me letra postare. I është drejtuar 2 nga firmave të cilat duhet jenë në Xhavzotaj, në shlafarinë e madhe. Ose për ata që i pëlqen moderniteti, mund të themi ishujt Kajman. Ishujt Xhavzotaj këto. Dhe i dërgon letër. E kthem posta shqiptare, nuk ekziston vendi. Tani, posta thot nuk ekziston. Nuk ekziston, thot posta, po tamam. Nuk ekziston, janë 2 firma në Kronotek edhe Robotek. Tani kup, nuk ekzistojnë më. Qarë Kronotek dhe Robotek? Janë 2 firma, cilat janë regjistruar që janë në Xhavzotaj brenda Duranës. Ekzistojnë këto firma? Po ekzistojnë më, po nuk janë fare atje në... Jo, qarë, po, firmat ekzistojnë, ka një drejtues, ka një investitor, ka një... Në letra, këto janë Xhavzotaj.
se marrin 0% të time atje. Qartë. Ekzistojnë në parajsën e madhe të xhavzotajt. Se duja themi njerëzve që në fakt ky part e logjikë është për këto firmat, të cilat po të regjistrohen atje nuk paguajnë taksa apo jo. Dhe kanë si një detyrim të vogël edhe të punësonin të rinj. Është lehtësim fiskal i papar, po. Totalisht. Por duhet të jesh atje fizikisht. Këto nuk janë askund. Qartë. Këto janë Se atje është një lëndin. Tani unë bëj pyetje. Por e mirë posta nuk e gjen. Por e spaku ku do t'i gjej? Këto gjej. Këto të dyja. Ku do t'i gjej? Prokuroria, po, ku do t'i gjej? Po këto firmat i thua ekzistojnë, pa janë i QKB, QKR, çfarë janë këto? O, janë në QKB, pa ato thonë, ekzistojnë në Xhavzotaj. Tani në Xhavzotaj nuk ka gjë. Në Xhavzotaj ka vetëm bar. A ka ata adresë kanë dhënë? Po, ku janë? Është llavari po them. Ai në imagjinat e ka, unë jam në Xhavzotaj. Se nuk gjen. Ore mirë. Po mirë, prokuroria tani mos exagjerojmë. Këto në QKB apo QKR, ku regjistrohen? Në QKB. Atje nuk do të ketë vetëm adresën, do të ketë do të ketë dhëna të tjera. Do të ketë një numër telefoni, do të jetë emri pronarit. Si? Po mirë, tjetër gjë, prokuroria. Gjen pas pagu. Po tatimet si do t'i gjenjë? Po im gjes tatimet në njëherë, i shkon tatimi për kontroll këtyre. Qartë. Ku e kanë zyrën? Ata ja çon atje në Po ku? Në Xhavzotaj, bëjnë një xhiro. Shllafari. Për shllafari, domethënë, mirë këta. Shllafarinë e këtyre. Por vjen edhe ky tatimori, ku i gjen ky më? Se gjen dot. Se i shkë do të marrë në një lek. Po të marrin në një lek se domethënë duke parë që ka një se i beson prallës. Se gjithë KÇK janë. Po, e ka thonë ai. E ka thënë mirë. Kjo është kapçat kapësh është, ku di unë, historia në Shqipëri. Ne nuk jemi kundra, po të pasurohesh në këtë lloj forme. Kaq është i qartë. Kaq është. Nëse vazhdojmë poli. Domethënë, për ta lidhur me këtë shtet. Shiko, është një shtet që drejtohet nga një qeveri e majt apo jo? Dhe normalisht duhet t'japi taksa më të ulta për qytetarët. Jo, këta përfitojnë, sikur është një qeveri e djathtë. Sikur dikush mos paguaj dritat, ke 10 veta atje që t'i presin, ujin, e tjerë. Këta nuk i qenë njeri. Një evazion fiskal i cili dëmton shumë. Mirë s'paguajnë taksë, mirë s'paguajnë tatime, mirë që nuk ekzistojnë, mirë që bërtitet vazhdojnë në këtë lloj forme. Dhe Ministri i Financave para ca ditësh ja vuri fajin këtyre tatime për Duranën, e dëgjova besoj. Po tani nga që kanë dëgjuar emrin e Spakut, tani gjithë secili bëre qef, tani ropa, e shiti Ministri i Financave, do ta shesi dikush tjetër në një logjik. Por atë që kupton po si mundet. Si që në firmat e ti, firma si që në si kështë emër të bukur. Të gjitha janë me... Dy firmat që më thepë... Kronotek edhe Robotek. Kronotek sa bukur. Edhe Robo. Edhe Robotek. Mjeshtra më... Perla. Mjeshtra në mënyrën e... Qa kemi drejtë të kjo Durana tjetër? Tani, fakti që me sa duket në këtë vënd, e vetëmja gjë që mund të ndali... Ja, mo, është emri atje më... Po, administrator Xhavzotaj thotë. Po Xhavzotaj, Jo, në një emër tjetër s'ka këtu? Jo, Robotek e Kronotek se e ka zënë, është futur, janë dy letra postës që... Zjedhe ledju në ekran, pa e ka këthyër. Janë mjeshtra më, do më thënë, çdo gjë është si në magji. Kur i duhet, ndërtohet. Po kjo është investigimi MCN-s, jo i Spakut. Po, MCN-ja e ka me post. Spaku e ka me... Po shumë MCN-ja këtë kot me pyta njëse, unë nuk kërse e kam ide, nuk kërse është pjesa i me gazariske, që unë nuk kërse e kuptoj shumë mirë. MCN-ja për shumë këtë, mund t'ja nisi Spakut. Spaku i vlen këtë dokument për shumë që kanë zirë? Absolutisht që nuk ekzistojnë këto si firma, po absolutisht. I vlen, në një moment, që ku përgjigjen. Qartë. Por, kanë ko që janë regjistruar në Xhavzotaj. Sikur e kanë Selina ty e zyren. Si mundet më në eter? Vetëm për këtë është një shkelje shumë e rëndë. Evazion fiskal i pastër. Tani, a do t'i kthejnë këto përfitimet që kanë marrë gjatë gjithë këtyre viteve? Po pse mjafton Kanë marrë fatikisht? Që s'kanë marrë zero. Mirë që marrin, në logjik, çfarë është Durana? Janë 50 firma, jo një. Këto dy. Po 50 u është dhënë, të cilat nuk figurojnë aty edhe nuk paguajnë tatime në shtet. Sepse janë pjesë e kësaj logjikës së madhe të... Po pra, teknologjist, ndihmojmë teknologjinë, t'ju heq taksa që të punëson njerëz, të bëjnë kërkime etj etj. O, kështu është fiksa jo. Si borbarda. Në fillim kur ta shohësh është totalisht borbarda. Problemi është që erdhën këta,
dhe e përdhunuan Borbarën. Kjo është në logjik, e kanë bërë Xhavzotaj në Cip, aty qa s'ka. Në fakt, në Xhavzotaj është, kjo zakonisht më kujton një histori, dikur thoshin për Barsoletat si vidhet si vidhet në Amerikë, si vidhet në Shqipëri. Që kur shkon ky ministri atje në Amerikë, thot, por si vidhni ju? Po ja tha kjo ura këtu, tha, i mungojnë 5 centimetra. Po kur kthehet ai thot, ore ju si vidhni? Ja jo ura atje, po s'shof. Po duhet të ishte pra. Kjo është histori. Dhe Barsoleta del. Kjo është diferenca, po. Nuk ka më asgjë në Xhavzotaj, se kuptoj si vazhdojnë domethënë një pjesë, thonë jo është një, po si mund tjetë? Dhe jetimi s'pak do të zgjasi shumë, mund edhe të dëgjojmë pas 2 ose pas 3 vjetësh që s'pak do ecin këtë. Jo, nuk mendoj që do doj Ka fatet merë kohë s'pak. Jo, nuk do doj kohë. Kjo është një gjë e... Kalojmë të kurumi, Dhe një nga gjërat për të ndetur tu, zakonisht, ato që kam dëgjuar nga Ametaj, zakonisht jepet drejtim. Tigri, pavarësisht se MCN kishte shumë kohë që poja hetonte një gjë tillë dhe kishte... Tigri e përforcoi, si thuash. Po, si duket kur e thot ai Spaku e merr. Po normal se ka qenë zëvendës kryeministër, po është njëri që i di gjërat, e kupton, është dhe besoj që shumë shpejt do t'i dalë. Spaku e ka... Po li kalojmë te kurumi shpejt e shpejt. Ç'a po ndodh nga kurumi vllase? Edhe kjo është një çështje që MCN-ja e ka ndjekur shumë. Shiko, te kurumi do të thoja që... Kurumi duhet thënë që është kjo, që për njerëzit thjesht 2 fjalë, është ky ish metalurgjiku këtu apo jo? Atje është kompania apo jo turke. Në botë krimi sofistikuar, po, krimi sofistikuar është i tillë. Ka grupe të armatosura, ka rebel, ka organizata kriminale, ka mafia, ka dhe këta që janë më lartë se mafia. Shmeret me shkatrimin e ambientit, me helmet tilla. Dhe zero përgjegjësi, kjo është e frikshme, në fakt. Është jashtëzakonisht e frikshme. Pyetja që lind është, mirë këto që kurumi donte me i çu andej në Azi. Ato që s'ka quar në Azi, ku janë? Cilet ato? Thuaj një helmet kimike. Helmet, mbetjet. Radioaktive të gjitha. Dhe çfarë ndodh? E kanë kthyer zonën e Bradasheshit atje si një qendër ku ndodhin çuditëra nga më të ndryshme. Bradasheshi, për ta që nuk e dinë, është në kthesat afër metalurgjikut. Te rreth rrotullimit. Te rreth rrotullimit. Bradashesh që i vendi. Po Bradashesh në kthesa e. Çfarë do thotë? Çfarë do thotë? Po Spaku ka filluar gjë për kurumin, jo. Jo. Nuk ka. Pse? Pse? Sepse kur thash që është mbi mafian, është shumë e fortë. Dhe çfarë ndodh? E ka bllokuar në prokurorinë e Durrësit. Atje thonë që janë miqtë e këtij, janë miqtë e Erdoganit, atë kurumit turqëve. Po ata janë miqtë të gjithëve, se nuk flet as opozita. Ka shumë vite. Pra, opozita për shembull për këtë Duranën ka folur? Jo. O gjëra të vogla. Për asnjë nga këto është. Po për kurumin, as për kurumin. Jo, më për kurumin edhe për kurumin e bankers nuk flet njeri. Nëse po ta mbyll kurumin ti marrë me radhën për qenë. Po, tani e ka bllokuar më prokuroria e Durrësit. Duhet ta çojnë SPAK. Ç'a ka bllokuar? Ka bllokuar hetimet, nuk është çështje që duhet ta hetojë prokuroria e Durrësit. Për kurumin po flet. Po për kurumin. Po për hetimin për këto mbetjet, Po për mbetjet, po. Ka ardhur dhe përgjigja. E ka çuar në SPAK? Jo, nuk e çon, e ka bllokuar. Pse? Po duhet ta çojë pra. Po se lë njëri se po ta çojnë në SPAK do hecet me shpejtësi. Dhe ka bllokuar. Prokuroritë e rretheve në këtë vend janë gjithë hallet. Po më falni sekond, SPAK-u vet nuk e merr dot. Nuk e merr dot. Pse? Po nuk e merr dot, nuk ja merr dot me dhunë. Duhet shpalli mos kompetencë prokuroria e Durrësit. Duhet shpalli mos kompetencë, duhet thot ai që shkon për lart me. E kuptova. Pra mbetjet në këtë moment e dim që se ku janë parkuar? Në Durrës janë parkuar akoma. Vazhdon Ioania, është det. Edhe erdhi përgjigja që po janë radioaktive, po janë rrezikshme dhe kanë mbetur. Tani pyetja është, ore, ato që kishe më përpara ku i çove? Se ka pasur para kësaj, ajo është kapur. Po sip. Ajo është kapur, po. Kjo ishte për 3 muaj. Mbetjet që prodhoheshin për 3 muaj. Sa vite ka që? Edhe kur dalin një vit me 3 koka delin në Elbasan, një kështu. Nese, atë janë të vjetra ato. Po të vjetra. Në kohën e Enverit kanë qenë ato. Nese, kjo është edhe cili është kontrolli? Zero. E ç'është kjo prokurori Durrësi që nuk bën asgjë dhe nuk e çon paktën për mos kompetencë? Ka prokuroria e Durrësit këtë anjen. Po vetë nuk e çon Po vetë, po për një sekond tani, nuk ka kurumi prokuroria e Durrësit. Kurumi në prokurori Durrësit është. Këto. Jo Elbasanit. Jo Elbasanit, e kanë çuar në Durrës. Dakor. Sepse mbetjet janë kapur atje? Po.
Dhe ka është vërtetuar që janë të kurumi, se kurumi sikur bëri disa përgjeshtrime. Po bëri atje ku në ca media që i blen. Në ato, se është shumë përveç se kurumi ka bler një pjesë të madhe të politikës në këtë vend, blen dhe media. Ajo është gjë më e thjeshtë. Bankersi, Këtu po. Kjo është në SPAK. Kjo po ecën me shpejtësi. Do vonoj pak vetëm për letër porosit që janë në këto momente, cilat... Që po jetohet e Bankersi? Fakti që nuk ka paguar 120 milion dolar tatime. Jo 120, ajo ishte thjesht një gjobë, ajo ishte thjesht vetëm një prejet. Atëre sa janë 20 sa vite që nuk paguan asgjë sepse del gjithmonë me humbje. Po nuk e dim totalin faturën se sa duhet paguan te shteti. Kush e di, askush nuk. Askush e di. Janë miliona e miliona. Edhe këtu një histori, edhe këtu një histori me shumë hije dyshimi kjo bankë. Këtu vërtet politika nuk flet, sepse Bankersi ka gjithë jetën dhe çdo njeri që ka dashur me fitu ca lek, i ka çu fëmijët ose ka bërë një gjetje te Bankersi. Por prokuroria e Fierit, ja kur do të punoj prokuroria. Ja kaloi SPAK. Dhe bëri një hetim jashtëzakonisht të mirë. Një hetim që po ta lexosh dosjen, kupton çdo gjë. Nuk kupton vetëm sa është vjedhur. Nuk kupton sa është vjedhur sepse lidhet me bankat, me dërgime të parave në Austri, është pak e vështirë. Jo, është e vështirë për të kuptuar sa është. Por do kohë, besoj që bankat Raiffeiseni, se për atë bëhet fjalë, do t'i kthej përgjigje Raiffeiseni më, se është detyruar t'i kthej, se me atë janë lëvizur gjitha parat. Ka lidhje hetimi SPAK-u te Bankersi me arrestimin e kinezit tu? Që arrestua kinez tani më duket se u la i lirë dhe ai. U la i lirë që kur e mori SPAK, por unë mendoj që nuk është në i lidhje, mund të edhe t'ja jepje një mas më të letë, nuk është një njëri... Po që shqivet ka arrestimi këtyre të dyve pra? I kinezit... Sepse këta ishin... Kinezit dhe i shqiptari që është mesator. Këta ishin të fundit që duhet marrin përgjegjësi penale, pavarësisht se aty e kanë shkelur të gjithë ligjin nga ai në 2004 e deri më sot. Se ka qenë në 2004, është ndruar, por të gjithë kanë bërë të njëjtën gjë. E mba historinë e Bankersit kur vajti Llalla që se Llalla për këtë e hëngri, një nga arsyet që e hëngri vlla. Adriatik Llalla. I vajti do luja në zyri i tha mos e heto Bankersin? Po pastaj e bëri të njëjtën gjë dhe me ministrin e Brendshëm mos e heto. Kush luja? Po, të dy i ndaloi. Po ç'kishin amerikanët me Bankersin atëherë? Ç'kishin amerikanët që s'donin të heton, që s'doja të hetonte? Sa i bëhetonte në fakt në favor të atyre njerëzve shkret që u prishin shtëpiat. Ajo ishte çudia më e madhe. Ajo ka qenë tmerro, por patos kur. Gjoja bëheshin 5 tërmete, binin në zharrës, gjitha tërmetet. Po pra. Ajo ishte... Për këtë më duket Llalla hapi. Shiko ku shkon, po si mundet një profesionist, edhe sot shqiptarët i besojnë këto si mundet një institut sismologjik të dilte po janë tërmete. Qa turpin. Po është vënd qesharak, më burë. Është vënd qesharak. Është i vënd qesharak. Përveç se është tragjik, është dhe qesharak, kupton? Tragjik. Këtu me para mund blesh çdo gjë. Gjithandej blehet me para, po këtu ndoshta është... Jo, hap tas fare, se kjo, kur të vi hetimi, në një pik po tjetë, e i shkon për shpërdorim dhe tyre, si mund të nxjerrje një që po është tërmet. Si mundet? Jo, unë zbërë më tani qa interesi kishë Amerikanat në atë kone, ku ishte Donald Luja, ambasador që shkoj... Por... Se tonë dhe a i tha, jo nuk të... Zakonisht, Amerikanët nuk kanë qef që firmat, sepse në atë kohë me sa duket... Po ishte kanadezat në mërë. Jo, kishte një lidhje me Amerikanët në... Unë di që ishte kompani kanadeze e Bankersit në atë kohë. Kompani kanadeze... Pas në erdi kinezi, janë vonë. Një nga po, tani këtë ne nuk e dim, dhe nuk thuhet qartë. Historie pa qartë është. Flu është. Erdi kinezi, apo erdhën kinezët. Pra, drejtori është kinez, apo se unë nuk di që shteti kinez të ketë patur ndonjëherë nuk mundet një shtet si Kina të vi dhe të vjedhi kaq hapur në një vend si Shqipëria. Se po tjetë se e kanë blerë kinezët si shtet. Pra, mos ta ngatrojmë, drejtori është kinez. Edhe punëtorët. Edhe punëtorët mund t'i gjej se i gjen me tire. Por kompania nuk është kineze. Se po t'ishte, nuk besoj që në Kinë nuk do të manim përgjegjësi për një histori të tillë. Se nuk pranohen... To është kompani private, kujdes. Po dhe private. Evazioni fiskal në Kinë privat apo shtetëror, unë ju ndoqa me vëmendje, çfarë bëri ai? Për korrupsion i vrau të gjithë. Nuk futesh dot. E vështirë do ishte. E vështirë. Tani mos ta ngatrojmë
që administratori dhe ai Dhe ti shpreson që Spaku Koli për ta mbyllur me bankersit. Këtu jemi në Është në kohë. këtu është në kohë dhe në rrugë të drejtë. Ti shpreson do mbyllet brenda 2026. Sepse në ka dosje e pastër si Qelibari, e sjell nga një prokurori rrethi, se si të thash, shi çfarë ndryshimi, ajo prokuroria e Durrësit e ka bllokuar. Prokuroria e Fierit jo vetëm që hetoi me një përpikmëri, e bllokoi etj etj, e çoi edhe në SPAK për mos kompetencë me njerë, sa gjeti zyrtarët e parë të lartë të përfshirë aty. E dërgoi direkt, nuk mbajti as ta çoi për të sepse cila është frika? Frika e Durrësit është që ti kur ta çosh mund fillojnë edhe të mbarojnë afatet e hetimit, mund të mbarojnë mund të kërkojnë një pushim çështje për të lidhur, për t'i bërë një midis Kurumit dhe bankës. Shi ç'a ndryshimi midis dy prokurorive në këtë vend. Fieri e dërgon me njerë dhe bën një hetim shumë serioz që fundja fundit kjo nuk si pra diku kollitet, diku nuk kollitet është ideja. Diku ti marrin, diku s'ti marrin. Po pra, por se për të kollitur bankersi është, ku di unë, është kollitur në këtë vend pa fund, nuk e di ndonjëherë harronte dhe korruptonte edhe veten. Se i duke si pjesë e të gjithëve. Kështu që vazhdojnë të gërmojnë i kanë mbushur mendjen shpreha e famshme që djalli u përpoq të binte botën që nuk ekzistonte, është fiks këtu. I vjedhin në tokën këtij vendi dhe gjithmonë me 5 aspra i kanë mbushur mendjen që nafta që nxjerr Shqipëria nuk bën. Dhe është e keqe. Po kur nuk bën, çdo 24 vjet aty. Kur nuk bën dhe nuk të duhet, çdo 24 vjet që merr, çdo që gënjen në një lloj forme se çfarë shpërthimesh bën dhe i mbush mendjen, korrupton dhe Institutin e Sismologjisë për të thënë 14. Pra ti dyshon që mund të jetë dhe e mirë ajo naftë. Dhe këta thonë është e keqe vetëm që t'ju sikon humbjet. Dhe këta erdhën për t'i bërë nder Shqipërisë. E ke parë ndonjëherë këtë? Jo, ata sigurisht vinë biznesin e tyre, mo. Thjesht naftë keqe ka dhe Venezuela, po është një kompani amerikane atje, që ishte edhe para kapjes Maduro, si punonte. Po, nuk është vënd dyshim që nafta është e mirë në Venezuela, që është e keqe. Është e keqe, është e rëndë, nafta e rëndë. Do shumë para për ta nxjerrë, për ta përpunuar. Po, për llogaritet. Edhe në Shqipëri kështu thonë. Po e kanë 1.100.000 ditë ata. Qartë. Kështu thonë dhe në Shqipërinë. Ka mund një vend ku nafta është yll. Ku e ke Ledi? Ja ta tregoj tani. Hanjer. Ky Ledi është i madh shumë, më surprizon her pas here. Je i madh. Ti babari Ledi, bravo. E shikon? Mos fusni zonë në makinë, çdo lloj zore që ju del përpara rrugë në makinën tuaj, se do do hani dynjan. Do shkoni te SPO Ili, te miku im Saidi dhe miku i shumë njerëzve në këtë vend, sepse është i ndershëm. Çfarë po flasin këtu? Po flasin për mashtruesa dhe për jo mashtruesa, për njerëz që dinë të bëjnë punën tamam. Te SPO Ili nafta dhe benzina është kristal, është e qartë, nuk është fake, kujdes. Dhe ju shkatrojnë makinën çdo karburant tjetër që ju e gjeni rastësisht në rrugë. SPO Ili fiksoni këtë logo se shumë e bukur, është gjithandej për Tiranë, po dhe jashtë Tiranës. Është performancë motori brillante, makina merr frymërisht. The Fuel of Champions është karburanti i kampionëve, bravo Said. SPO Ili, fiksohet mirë këtë në mendje. Fab SPO Ili. Mos dil kot, dil me qëllim. Ku të shkoj të bëj një xhiro ku? SPO Ili. Në atë rast, zora e pasë. Ja në mbushur me... Rikthehemi me Sokolin e jo Sokol Bregun e KÇK-s këtu në MCN me dhjethin fabull për ta mbyllur. Dhe 5 zëja së përfundim Okol, 5 zëja dëgjova që janë uriruan nga paraburgimi, se ishin paraburgim ata të dy. Taulan Tusha 1 dhe tjetër më kujtosh ti si haroj emrin? Redi Molla. Këta të dy kanë qenë drejtor të Erion Velis në Bashkinë e Tiranës. Kryetarët e 5D-s. Bravo. 5D-ja për t'ja rrugëtuar njerëzve pak fjalë, nuk është gjithë tjetër verse 5 firmat e drejtorësh. 5 drejtorët që kishin firmat e... Tani këta u liruan. Mund të më thuar çfarë po ndodh? Këta nuk janë dënuar akoma apo jo? Jo. Apo u bë shkallë e parë? Janë dënuar drejtorët më të vegjël deri tani, po duke shirë. Shiko tani.
duke u lidhur dhe me titullin. Mirë që nuk foli opozita për Duranën, mirë që nuk foli as për Kurumin, mirë që nuk flet as për Bankersin. Po tani që lerohen edhe këta 50 të cilët ishin në fakt një denoncim prej kohësh i opozitës. Çfarë bëhet? Çfarë ndodhi me 50-ën? GKK-ja dha përpara 6 muajve dënimin e parë për drejtorët e Bashkisë Tiranë, të akuzuar nga i pari deri tek i fundit për korrupsion. Dënim? Dënimin, po. Të gjitha dënimet ishin të lehta. Po jo, më një sekond. Kur bën gjyqi? Është ndar. Shiko. Në 5D akuzohen për 28 tendera. Dakord. Atëherë. Që çdo tender akuzohen se kishin dhënë vetes kompanive të tyre. Po. Çdo tender, i cili është i madh dhe kalon vlerën, hetohet në mënyrë të veçantë. Po. Tani u bë hetimi i parë, ku ishin ja 6-7 drejtoresha. Ishin më shumë gra. Ishin dhe 2 drejtorë të tjerë. Morën dënime qesharake. Nuk foli njeri. Erdhi, nuk Kan dalë domethënë? Jo, nuk bën burr kur ata, ishin hetuar drejtorë të tjerë. Pra, ata që këta drejtorë të PSD-s shfrytëzonin drejtorë të tjerë të bashkisë. Ishte aty drejtor sportesh, drejtor rekreacioni. Po, drejtor. U bë një po. Po. Dhe në dënimin e parë, se ajo që ishte më publike ishte kjo, ishte drejtoresha e sporteve kjo, Debora. Debora i kishte thënë që më duket, kujtoja pak atë batutën, kishte thënë Debora ishte kap në përgjim. Ishte kap me mesazhe, ç'a thoshte më duket? Po gjithashtu, edhe dje kur u dha vendimi, po qeshnin gjitha nëpër foto Instagrami. Pas vendimit. Turp. Cili vendim u dha dje? Dje u dha një tjetër vendim. Vendim për një parking tek dje. Për një parkimin tek stadiumi Dinamo. Një parkimin në ndeshëm. Parking Tirana. U dha vendim. Ka lidhje me 5D-n? Po, 5D-n. Pra, aty shkojnë drejtorët e tjerë që kanë ndihmuar 5D-n për t'i marrë këto. Pra, si funksiononte organizata e këtyre. Pra është me 2-3 radhë. Me disa radhë. Me disa radhë. I shkëput spaku. Se këta janë për 28 tendera me radhë. Tani... Dhe vlera financiare sa është? Miliona, nuk... Dëmi i presupozuar? Dëmi është jashtë... 28 milion do është apo më shumë? Më shumë, po janë me disa milion euro. Kur janë të vogla, s'pak i mbleth. Kur janë të mdhaja, i qonë veçantë. Qartë. Dënoj drejtoreshën e parking, edhe 4 antarët e tjerë të KV-s. Me sa i dënoj? Për qamë me pushim, të bëjnë gjiro në për Tiranë. Mos të bëjnë e qësh muaj, po. Dakord. Tani, GKK-ja herën e parë, kur i dha vendimet të këtyre të leta, dhe mbi të gjitha, pa kërkuar një hetim pasuror. Po ç'është kjo histori? Do të thënë, unë vi drejtor, është fiks ajo që thotë populli... Po mos do këto ishte çuar spaku GKK-s? Se GKK-ja vendos mbi ato që çon spaku apo jo? Ose BK-ja? Spaku. Ajo është gjykat, normalisht. Po pra, po gjykata merr ç'a po gjykata, nuk është se jeton vetë. Gjykata jep vendim. Bi provat që sjell spaku. Apo jo? Dhe avokati në përgjime, po mirë, normale. Aty në përgjime del që ata haptasi kanë shkelur barazin në tender. Se e pranojnë të... Po nuk u akuzuan për këtë? Jo, u akuzuan. Për shkeljet barazis në tender. E pranuan fajin. Edhe dalin pasi në ditë burg. Dalin pasi një hetim pasuror. Po çfarë thot kodi? Se mos doshta kodi nuk i dënon me buk ta i shkelin barazin në tender apo? Jo, është fillon këta i dënojnë me kusht, se me burg i ka dënuar, por e kthyer në Po pra, do të thënë jo brenda pra. Jo në burg pra, po. Tani, duke bërë këtë lloj forme, forma e parë e spakut. Në fillim unë nuk kisha besim te spaku. Dosjet e para të spakut ishin ish kryetarët e bashkive. I Gjirokastrës, i Hasit, i dikujt tjetër, të gjithë u dënuan nga 3 vjet burg, por e kthyer në shërbim prove. Pra s'bën asnjë ditë burg. Ikën ata, mbaruan punë. Tani po kthehemi pikërisht në këtë kohë. Ç'është kjo mënyrë? Ç'është kjo mënyrë me shërbim prove? Tani lekët ku? Po normale, nëse vjen këtu, kanë filluar dyshimet e para mbi vendimet e GKK-s. Po, u dha një vendim përpara 2 muajve, por kur ishte ende Dumani në detyrë, i cili kërkoi hetim për të 2 gjyqtarët, e mendoj që ishin të korruptuar. E mbaj mend. Kështu që mos mendojmë ne që GKK-ja i jep këto vendimet.
Po e turpshmja nuk është kjo, se mirë këta. Po e turpshmja është këto drejtoreshat që marrin dënim edhe nxjerrin gjuhën nëpër Instagram. Kënxjerin? Nxjerrin gjuhën nëpër foto. Gjuhën lapër? Pa, lapër. Po në shkuptim? Po çam bët. Qa? Mërshme. Domethënë, unë nuk e di me qa logjike, por unë e lexoj që e çana bët asgjë. Në këtë kuptim nxjerri lapën, se unë e mendova në kuptimin literal që nxjerri lapën kështu. Jo, pa ashtu e kanë nxjerr. Ashtu e kanë nxjerr. Disa bëjnë kështu si Po njëra nga ato ishte simpatike më duket. Po gjitha simpatike se i zgjidhte Lalieri të gjitha. Nuk i merrte kështu, duhet E kishte kriter pa. Jo, Lalieri i zgjidhte, ishte kriter ajo. Nuk po të mos ishe me xhinkse të ngushta edhe të ishe pak e pashme nuk merreshe. Nuk ide e keqe kjo. Shifi dhe këto që, po mirë më si ide, po problemi është, ne mendonim që këto të bukrat nuk vjedhin. Këto të bukrat vetëm shikohen dhe shijohen, duke u parë. Po që vjedh kanë. Që kanë edhe, se janë kodë barsoletat me bjonde. Do t'i gjitha këto bjonde që kanë pas kanë dorë. Ato vjedhin apo dhe ekzekutojnë urdhrat e shefit? Po i ke bërë dëm shtetit një soj është. Unë nuk e vlerësoj dot, se në të kundërt është, unë nuk mund të them që ti ke vajtë dhe ke Cili është fituar. lajmi i 50 momente, më shumë këta drejtorë dhe drejtoreshat e para që the ti, apo kjo e këtyre dy njerëzve të fundi që të përmenda unë fillim, pra këti Tushës dhe këti tjetri, sepse këta janë pak si më të njohur në publik. O, këta mund t'jenë të njohur. Këta pse dorën, Dim Gjogoli? Janë arrest shtëpie. Dikush prej tyre mund të ketë një shëndet edhe është e vërtet që shëndeti mund t'jeti. Dakord. Dhe unë jam në këtë... Pra hetimet vazhdojnë për këta? Po normale do dënohen. Këta, nëse nuk dënohen dhe këta kush do dënohet? Unë? Po qa provash kam për këta? I kam protokolli? Pa fundët gjithë këta i kanë marrë më. Po atëre pse ka riplasur kjo polemika, pra? Pse plasi polemika? Jo pse i nëzorë më arrest shtëpie këte. Hetimi vazhdo, nuk është ata donë të lirë. Po, nuk ka lidhje, po dënimet e lehta që po jepen të gjithë atyre që kanë punuar. Ti thua kjo për inerci mund të vazhdoj? Po, atëre çfarë ndodh në logjik? Cila është ajo që ne parandalojmë me këto dënime? Ti mund të pranosh nesër, se në një moment ti pranon, bëhesh drejtor, dënohesh me kusht, punë e madhe se ka atje, të gjen, merr ato aparat edhe ikën. Se shpreh e gabuar për $1 milion e bëj dhe unë burgun. Jo, se $1 milion nuk e bën dot burgun, se burgu është i vështirë. Po për $1 milion më dëno mua 7 herë me kusht se po vi dhe unë po bëhem drejtor. Kjo është pak jo formë, jo gjetur në proporcion me dëmin që është bërë. E kuptoj çdo thuash, po ndërkohë për $1 milion, pa një sekond, mund të bësh edhe, mund të ishte 1 vit, 2 vjet para burgimit, por se nuk u bë qameti. Jo, se atje... Si preken ato lek, si preken ato lek, po flas. Po, ato, para burgim ato 1 milion t'i marrin gjitha t'i marrin lloj formash edhe pra, ti kol personalisht, sepse ti nuk nguron të japësh dhe pasër dhe qëndrimet e tua, përveç se... Shiko, si mundet? Ti nuk je dakord me këto dalje nga burgu i qopë dhe me arrest shtëpie? Jo, nëse janë për shëndetin, po. Nuk duhet të rrezikojmë në atë moment. Nëse dikush... Ashtu i sikojnë. Po të ketë kontroll. Me 2 letra atje doktorët i blen kushdo. Ketë kontroll, nuk mund të dalësh. Megjithatë dole, unë jam për këta drejtorët e tjerë që s'po bëjnë asnjë ditë burg. Janë të gjithë fajtor, nga i pari. Se ne dim vetëm këto 3 emra. Po 15 të tjerët që morën vetëm i dënim të ulët dhe ikën. E ku po vim ne tani në cilën pikë? E ku po e japim një parandalim për herën tjetër? Mund vim 15 të tjerë të bëjmë po të njëjtën gjë. Pse nuk po vidhet sot në Bashkinë e Tiranës? Po pa fund vidhet nga Mjesi deri në Darkë. Të bëj një pyetje unë. Të bëj një pyetje. Po. Këta donën me GKK-ja, gjykata speciale, domethënë i dha dhe këtu e mbyllim. Gjykata speciale i dha se thua vendosi ti nxjerri me arrest shtëpie, ti nxjerri nga qelia. Po. Spaku në këtë rast ka të drejtë... Bën më apelim. Ka bërë apelimin? Po, besoj që do të bëjnë, po nëse këto janë vërtet është bindur që janë smur, për një prej tyre, pa përmendur emra, unë e di që po kalon të një gjendje jashtëzakonisht të vështirë mendore dhe për këtë jam... Po. Kështu që jam i sigurt që ka qenë reale, por pa i do rikthehet në atë sistem, sepse ata do dënohen. Mirë, por ka një gjë. Në një hetim gjigant ku dikush një ndër mendjet më të mira brenda GKK-s kërkoi që këta të hetoheshin në grup të strukturuar kriminal dhe dosja bëhet paçavure dhe mbërrin deri këtu, besimi fillon të ulet dhe merr një pikjat. Kjo është
Qartë. Kjo është logjika. Koni për ta mbyllur për kaluar te fabula e dytë. Shiko si i kënorë edhe me ty, çudi e madhe, se e ti çmua për të qari pa parë që je. Dëgjoj Pagarianin. Erdhëm, Bledio, erdhëm. Durana, kur unë bankers 5D. Tani me bën një fantazi, më thonjë za fantazi. Më thuaj nga një fjalë që je lidh të gjitha përveç fjalës korrupsion. Cila është fjala tjetër përveç korrupsionit që je lidh këto të katërta? Evazioni pastër fiskal mbi të gjitha në çështje ligjore. Në çështje për të qenë më popullor, magjistar gjithë. Papaxhi. Magjistar gjithë, të shesin fiks, ta shesin rërën për lule, ta shesin rërën për lule, për ti kujton se jeton në atë slafari. Slafari, pra. Por në të gjitha këto ajo që më vjen keq është Durana për një arsye. Aty mund të pusoheshin vërtet të rinj. Nuk do drogoheshin në përcepa pallatesh. Në Gjavzotaj. Por ishte në... Jo, po sa... Në të gjithë librat... Jam aktume 50 veta, apo? Jo, janë 7. I do tani që të kesh 50 vota më shumë, 50 erkante. Jo, në 50 shoqëri ti nuk punëson një, sa ato janë firma të cilat marrin tendera me miliona euro në këtë vend. Qartë. Do punësoje shumë dhe që ti të merje ulljen e tatimeve, duhet të punësoje të rinj. Prandaj ai është kushti. Po, ai është kushti. Ai është kushti. Dhe çfarë merr ti? Zero të rinj? Po sikur un jam me parimin e librave të shenjtë. Shpëtoj një jetë ke shpëtuar njerëzimin. Qoftë edhe një të punësoje atje, nuk do ta çoje të ishe trafikant droge, nuk do të çoje të drogoshe, nuk do të çoje të rrinde në për Tiranë, nuk do të çoje do t'i jepje një mundësi. Po ku janë? Prallë Gjavzotaj. E kanë kthyer Gjavzotajn sikur është në sigur janë ishujt Kajman. Aruba komplet. Emri e ka interesant shumë. Po prandaj e kanë gjetur. Gjaf është çfarë është gjaf? Si ati etimologjinë në Gjaf, mos është kurtimi i emrit Gjafer? Po mundet, Zotit. Zotaj, mos është Zoti? Do më thënë, duhet një historian në... Për shembull e kam dëgjuar nga... Zotat e Gjaferit. Një ndër emisionet, do për të kuptuar që çdo fshat në Shqipëri ka një kuptim, një ndër emisionet e Baxhakut, kam Baxhakut ndjerë, kam dëgjuar për fush mal, ishin dy vëllezër që ndanë malin, dikur malin, me dhe janë të dyja fshatra në... Mendoj që është fush mal. Fush mal edhe fush mret mos e gaboj në... E kishin të dyja, ishin... Jo mosh, labinot fush e labinot mali, o burë? Jo, është labinoti, po një tjetër ishte më ndryshe, dhe ishte shumë interesante, si dy vëllezër ishin ndarë dhe dikush ndeti në mal, dhe kështu ishte zhvilluar zona dhe kishin mbajtur po të njëjtat emra në etimologji. Çdo fshat në Shqipëri, përveç atyre që ka lënë dyndja bullgare në Shqipëri, që ka lënë emrat e tyre, kryesisht në Berat dhe Çorovod dhe në Skrapar, pjesa tjetër, ose në dyndje slave në veri të vendit, pjesa tjetër pastaj ka një kuptim, ka një logjik pse janë vendosur. Qartë. Për shembull, kur... Jo, se s'kemi komos, një të kjo temë. Jo, fjallë e fundit. Në Lushnjë, për shembull, më pak Guri Gomarë se bëj... Ti dhe më ndova po. Guri, si janë fshatrat, Guri Kuq, Guri Bardh, Guri Gomarës, Guri kësaj, do më thënë, këto kanë etimologjinë e saj, por kjo e Gjavzotajt më bën përshtypje. E kanë këthy Gjavzotajn si me qenë... Më vjej mesazh, o Çan, ku ka historian për ato të djegur, o plak? Historian do të thuash njerëzit që... Njerëzit që kam pse e gjuajnë Gjavzotaj. Po, problemi është që është kthyer në toka e mrekullive, po mirë. Toka e mrekullive, Gjavzotaj. Së shpejti ja mund të bëhet edhe një qendër e rëndësishme turistike, të vjen njerëzit për turizëm atje. Normale, letra. Për sullaco, Xharper. Letra do jetë. Jo, Gjavzotaj mo te Lëndina. Lëndina Gyst, po, do bëhet. Do bëhet mas hetimit të... Ore, Gysagasi ku është? Gysagasi? është jashtë apo këtu? Po si mund t'jetë jashtë? Jashtë e kapim për 30 sekonda, rreth e rrotull Gjavzotajt është. Ashtë i kërkuar tani? Normale që është i kërkuar. Ka mas aresti? Po normale që ka mas aresti, po si duke të ruan Gjavzotajn, mos janë ndërton njëri parkun për para se të shpëtoj ai nga... Pse ashtu Gysi, blak, ha? Po ku t'jetë? Këta e din për shumë policia këta? Policia. Do t'a lërë dhe ca kosa. Se ky është problemi, po i bien gjithmonë
fillon ajo dhe të bien fuqit, të bien fuqit, të bien. A Në thua? fund fare kur ngelesh po në fillim nuk i humb të gjithë kur je me pushtet. Ka një shprehje super. Dhe i referohem njeriut që ka bërë prallën më të madhe të drogës në botë, në cilin e adhuronin të gjithë, dhe flitet për Escobarin. Po. Escobari ka patur gjithë jetën e tij me qindra dhe me mira ushtar. E di ku përfundoi në fund fare? E kemi parë të filmi. Po, me ushtarin duke ngrënë akullorin. Gjynajsh. Me vetëm një. Kjo është ardhmja e Gysit përpara mas ca kohësh. Do jetë vetëm me dikënd që i beson ai që nuk një të fundit do ta ketë duke Gysi ngrënë. mo nuk e di pse kur tani që flasin gjithë kohë po flitet për Gysa Gasi, thon njeriu i afërt i Ramës e të gjitha këto. Jo po tani në kërkim nga po ti thua ndërkohë që është në Shqipëri e kështu, mua nuk e di pse më kujton këtë Epsteinin. Gysi më duket si Epsteini shqiptar valla. Qa s'kan videot? Gys, që sa shikon, të dori emri plak. Qa s'kan videot brenda? Flasim fabulun tjetër, do flasim mirë tjetër për videot. Po s'nuk kanë dalë akoma. Cilat? Po shenjat e para i ka dhënë. Në ata drejtorët që mendoheshin që janë për ato video, po shkarkohen nga detyrat. Po një sekundë, se ti mua më prishe skemën me këto? Jo, nuk ta prisha skemën. Jo, prishe s'po më thashtë kaluja të Më rezervo të drejtën për një javë. Zërbe? Po. Po me e fjani do mi thua është unë, se ti di lëviz për studio. Male, jo, nuk lëviz. Për them lëvizëm atë që nuk e vetëm të unë. Pesnik, jo, ato të... Mund se ki merak, më rezervo një herë tjetër të flasë për... Se mund të bëjmë një listë me njerëzi që janë hequr deri tani nga puna, të cilët sipas logjike i bie të jenë te videot e Gysit. Po ja të them një nga ato se është publike. Publike e bëri zoti Berisha, i cili tha që në videot e Agasit janë lidhjet e tij nepotike dhe shkatrimi që i ka bërë hipotekës në Shqipëri. Mirë po, zonja Dallandyshe Bici në atë moment ishte drejtoreshe i KMT-s. Mirë po, për atë që akuzoi zoti Berisha... Duke që e dha dorëshën iku? Tani dorëshën japin gjithë, ke dëgjuar ndonjëherë që... Iku tani para pak ditësh. Po, 3 ditë ka. Ndërkohë iku dhe ky doganave. Ky doganave ju dha një emërim më ndryshe, po Gazhelit. Por e Gazhelit ishte më tepër një lëvizje strategjike pas një ngërçi që ka me Ministrinë e Financave. Nuk ka lidhje me Gysin. Jo, ka lidhje me Bangersin. Pse nuk ju morë gjoba Bangersit, pse etjere, edhe ishte një... Pra, ti sot zbulove thjesht, zbulove, do të ti i bindu që Dallandysha mund të jetë në ato video që s'kan dalë akoma, dhe prandaj kanë thënë që jep dorëheqjen. Po, normal. Këtë e thotë zoti Berisha. E vetmja nga ato që nuk ka dhënë dorëheqjen që zoti Berisha, jo ato që po them unë, zoti Berisha, është shefja e shish. Sa i e ka përmendur dhe atë. Vlora Hyseni? Po. Për lidhjen, po. Unë nuk besoj që donë zoti Berisha në këto informacionin e ka, kështu që... Po Vlora Hyseni të shnemë. Edhe unë e bëj çudi. Unë e di që Vlora Hyseni me marrëdhëniet me saj me Spakun kanë qenë gjithmonë të ngrira, nuk e di pse, po... Ajo është e afërt me Ramsin, apo jo? Shumë e afërt, sepse ai e mori e vënë në detyrë. Po, aku normalisht ajo mund tjetë edhe me një nga akuzat që bë kur u shkarkua në Kosovë ishte në lidhje në saj të afërt me Mossadin, po kështu mund të flasim sa të duash, po a është e vërtet? Së një keqe, po. Hë? Së një akuzë keqe të kesh lidhje me Mossadin, po. Jo, po, Albini është më ndryshe. I tregoj rrugët të direkt. Hop, shkarkim, mbaroj, informacioni kalon më përpara nga kryeministri, jo nga Mossadi. E kuptova. Që respekto vendin që të ka vënë detyrën. Janë dakord me ty? Kjo, si, ti nuk e vajt aty, se këta i marin e emra, po le t'jen emra, more ca para. Po mirë, të bëfshin mirë respekto vendin dhe kushtetutën në cilën ti ke marrë detyrën. I sakt kori shumë. Ajo është në... Kemi kohë ta bëjmë të 2 orë, jo? 23 ora. Do ikim direkt. Jo, a kemi kohë, apo ta mbyllu emisionin e kanë fjalën? Kemi dhe, duhet fusim duhet bëjmë një ndërprerje pa tjetër. Ate e di unë më ndërprerjen. Për i të shofim tani. Kori, ti do që të rinë pas orës 11? Si të kesh? Jo, hallin tënë kam unë. Qa problemi kam unë, kam dëshirë që ti... Atere të vinë ato, me të u kështë hallin e Kori thash mos më mërzitej. Jo, unë e kam me kënajsin... Të vinë ato, le t'jo. Dhe vazhdojnë tani, po.